E shif se si ishte përfundimi i atyre, të cilëve u që tërhequr vërejtja. Me përjashtim të robëve të Allahut që ishin të sinqertë. 37, 73, 74. E tashmë fjala, premtimi e jon u është dhënë më parë robërve tanë të dërguar. Se ata, pa dyshim do të jenë të ndihmuar. Dhe se ushtria jon do të jenë ata nga dhënjuesit. Prandaj, për një kohë, ti, Muhammed, hiqu tyre. E ti vështroj ata se edhe ata do të shohin ndihmën tonë ndaj juve besimtarve. A mos po kërkojnë shpejtimin e ndëshkimit tonë? E kur të vjen ai dënimi në territorin e tyre, mëngjes i shëmtuar do të jetë për ata që u ishte tërhequr vërejtja. 37, 171, 177. E ti largohu për një kohë prej tyre. Dhe ti vështroj se edhe ata më vonë do të shohin. I pastër e I lartë është Zoti yt, Zoti I gjithfuqishëm nga ajo që ata I përshkruajnë. Çdo e mirë qoftë ndaj të dërguarve. Dhe falënderimi I qoftë Allahut, Zotit të gjithësisë. 37, 178, 182. Ajo besimtari e ka gjendjen më të mirë, apo ai që kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë sejdë, duke qëndruar në këmbë, I ruhet dënimit të botës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të vet? Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. Thuaj, o robërit e mi që keni besuar, keni frikë ndaj Zotit tuaj. Ata që bën mirë në këtë jetë, kanë të mirë të madhe, e toka e Allahut është e gjerë, ndërsa të durueshmive u jepet shpërblimi I tyre pa mas. 39, 9, 10. Ndërkaq, ata që u larguan prej adhurimit të idhujve dhe ju drejtuan Allahut, ata kanë gëzim të madh, e ti përgëzoi pra robërit e mi, të cilët I dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më të mirën prej tyre. Të tillët janë ata që Allahu I udhëzoi në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata të mençurit. Atij që I është përcaktuar vendimi për dënim, a mund ta shpëtosh ti prej zjarrit? Ndërkaq, ata që u ruajtën për hir të Zotit të tyre, për ta do të ketë dhoma të ndërtuara njëra mbi tjetrën, nën të cilat rrjedhin lumenj. Premtimi I Allahut, e Allahu nuk e thyen premtimin. 39, 17, 20. E ai që e solli të vërtetën dhe ai që e vërtetoi atë, të tillët janë ata të ruajturit. Ata të Zoti I tyre kanë çkado që dëshirojnë, e ai është shpërblimi I bamirësve. Allahu do t'ua shlyejë atyre edhe më të keqen që e punuan dhe do t'u jap shpërblime më të mira për atë që punuan. 39, 33, 35. A nuk Allahu që I mjafton robit të vet, Muhammedit? E ata të friksojnë ty me të tjerët pos ti. Po atë që e ka humbur Allahu, për të nuk ka udhëzues. Atë që Allahu e drejton, atë nuk ka kush që mund ta humbë. A nuk është Allahu I gjithfuqishëm që ndërmerr ndëshkime? Po nëse I pyet ata se kush I krijoi qiejt e tokën, sigurisht ata do të thonë, Allahu. Ti thuaju,
më tregoni pra, për ata që i adhuroni pos Allahut, nëse Allahu më godet mua me ndonjë të keqe, a mund ta largojnë ata atë të keqe, ose nëse Allahu dëshiron ndonjë të mirë ndaj meje, a mund ta pengojnë ata të mirën e tij? Thuaju, mua më mjafton Allahu. Vetëm atij i mbështeten të mbështeturit. Thuaj, o populli im, veproni sipas gjendjes suaj, e edhe unë veproj sipas times e më vonë do ta dini. Secilit do t'i vi dënimi që e poshtëron dhe do ta godit dënim i përjetshëm. 39, 36, 40. Ndërsa Allahu do t'i shpëtoj me atë suksesin e tyre ata që kishin qenë të ruajtur. Ata nuk do t'i kapë e keqja e as nuk do të jenë të shqetësuar. 39, 61. Ndërsa ata, engjëjt që e bartin arshin edhe ata që janë përreth e tij, lartësojnë me falënderim Zotin e tyre, i besojnë atij dhe i luten atij t'i falë ata që besuan, duke thënë, Zoti ynë. Ti me mëshirën dhe me diturinë tënde ke përfshirë çdo send, andaj falju atyre që u penduan dhe ndoqën rrugën tënde, e edhe ruaj ata nga dënimi i xhehenemit. Zoti ynë futi në xhenetet e Adnit, të cilat ua ke premtuar, ata dhe kush ishte i mirë prej etërve të tyre, grave të tyre dhe pasardhësve të tyre. Vërtet, ti je nga dhënjuesi i urti. Dhe i mbron ata prej të këqijave, pse atë që ti e mbron atë ditë prej të këqijave, ti e ke mëshiruar atë, e ai është ai shpëtimi i madh. 40, 7, 9. Ne patjetër do të ndihmojmë të dërguarit tanë në jetën e kësaj bote, edhe ata që besuan, e edhe në ditën e prezantimit të dëshmive. 40, 51. Ndërkaq, ne i shpëtuam ata që kishin besuar dhe që ishin të ruajtur. 41, 18. S'ka dyshim se ata që thanë, Allahu është Zoti ynë dhe ishin të paluhatshëm, atyre u vinë engjëjt në prag të vdekjes dhe u thonë, të mos u friksoheni, të mos pikëlloheni, keni myshte xhenetin që u premtoi. U thonë, ne kujdesemi për ju, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në botën tjetër, ku do të keni atë që dëshironi dhe gjithçka kërkoni. Pritje e nderuar prej atij që fal mëkatet dhe që është mëshirues. E kush është në rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e Allahut, që bën vepra të mira dhe që thotë, unë jam prej muslimanëve? 41, 30, 33. Ajo, dhunti, konsiston në atë që Allahu u jep myshte robërve të vetë, të cilët besuan dhe bën vepra të mira. Thuaj, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm se respektin e dashurisë për hir të farefisnisë, akraballëkut. Kush bën ndonjë të mirë, ne ja shumë fishojmë të mirat, vërtet, Allahu fal mëkatet, është mirënjohës. 42, 23. Çka u është dhënë nga ndonjë send, ajo është kënaqësi në këtë botë, e ajo që është te Allahu është shumë më e mirë dhe e përjetshme, por për ata që besuan dhe që vetëm Zotit të tyre i mbështeten. Dhe ata që ju shmangën mëkateve të mëdha e të shëmtuara, dhe kur hidhërohen, ata falin. Edhe ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe e falin namazin rregullisht dhe ata që konsultohen mes vete për punë të përbashkëta, e nga ajo që ne ua japim ata e shpërndajnë.
edhe ata që kur i godet e pa drejta, i kundërvijen. Ndëshkimi i të keqes bëhet me një të keqe në të njëjtën mas, e kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Vërtet, ai nuk i do zullumqarët. 42, 36, 40. E kush hakmiret për padrejtësitë që janë bërë, ndaj të tillëve nuk ka ndonjë përgjegjësi. Përgjegjësia, ndëshkimi, është vetëm kundër atyre që u bëjnë njerëzve padrejt dhe kundër atyre që pa fare arsye bëjnë çrregullime në tokë. Për të tillët është një dënim i dhëmshëm. Kush bën durim dhe fal, s'ka dyshim se ajo është virtyti më i lartë, i lavdishëm. 42, 41, 43. Atyre besimtarve që ishin shoqëruar për hir të Zotit, u thuhet: o adhuruesit e mi, sot nuk ka as frikë për ju, e as që do të jeni të pikëlluar. Robërit e mi, të cilët besuan argumentet tona dhe ishin musliman. Hyni në xhenet, ju dhe gratë tuaja, të gëzuar. Atyre u shërbejnë me ene gastare nga ari, aty do të kenë çka t'u dëshiroj shpirti dhe t'u kënaqet syri. Ju do të jeni aty për gjithmonë. E ky është xheneti që u është dhënë për atë që keni punuar. Aty keni shumë pemë prej të cilave do të hani. 43, 68, 73. Vërtet, ata që i patën frikë Zotit janë në vende të qeta. Janë në xhenete e në burime që rrjedhin. Veshin petka nga mëndafshi e kadifeja, ullur ballë për ballë. Ja kështu, edhe i martojmë me bardhoshe sy më dha, me hyri. Aty kërkojnë t'u sillen çdo lloj peme dhe aty janë të sigurt. Aty nuk do ta përjetojnë vdekjen, përveç asaj të parës në dunja. Ata i shpëtoi Allahu prej vuajtjeve të xhehenemit. Ato të mira janë dhurat nga Zoti yt, e ai është shpëtimi i madh. Ne ua bëm të lehtë atë, Kuranin, në gjuhën tënde, ashtu që ata të marrin mësim. Me që nuk po marrin mësim, ti pra prit, se edhe ata janë duke pritur. 44, 51, 59. Thuaju atyre që besuan, le t'ua falin atyre që nuk presin ndëshkimet e Allahut, pse nuk besojnë, ashtu që ai vetë ta dënoi një popull për shkak të veprave që bëjnë. Kush bën vepra të mira, bën për vete, e kush bën keq, bën kundër vetes, pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. 45, 14, 15. Sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre i merr ata në mëshirën e vet, në xhenet, e ai është shpëtimi i madh. 45, 30. Ata që thanë, Allahu është Zoti ynë dhe qëndruan besnikërisht, për ta nuk ka frikë dhe ata nuk do të pikëllohen. Të tillët janë banues të xhenetit, aty do të jenë përgjithmonë, ata e kanë shpërblim për veprat që i bën. Ne e urdhëruam njeriu të bëjë mirë prindërve të vet, nga se nëna e vet me mundim e barti dhe me vështirësi e lindi, e bartja e tij dhe gjithënia e tij zgjat 30 muaj, e ai vazhdon të jetojë. Derisa të arrijë pjekurinë e vet dhe kur ti mbush 40 vjet ai thot,
Zoti im, më inspiro mua që të falenderoj për të mirën tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mi. Që të bëj vepra të mira që i pëlqen ti dhe mi bën të mirë pasardhësit e mi, unë pendohem të ti dhe unë jam me muslimanët. Të tillët janë ata që ne ua pranojmë në mënyrën më të mirë atë që punuan, ua ka përcejmë të këqijat e tyre duke i radhitur me banuesit e xhenetit. Ky është premtimi i vërtetë që u është premtuar. 46, 13, 16. Ndërsa atyre që besuan bën vepra të mira dhe atë që ju shpall Muhamedit e besuan, e ajo është e vërtet prej Zotit të tyre, ai atyre ua shlyen mëkatet dhe ua përmirëson gjendjen. Kjo është kështu, nga se ata që nuk besuan ndoqën të pavërtetën, e ata që besuan ndoqën të vërtetën që u erdhi prej Zotit të tyre. Kështu Allahu ua sjell njerëzve shembujt e tyre. Pra, kur t'i takoni në luftë, ata që nuk besuan, më shonju në qafë, mbytni, derisa t'i raskapitni, atëherë lidhni, e pastaj, ose lironi falas, ose kërkoni dëm shpërblim përderisa lufta të mos pushoj. Kështu pra, po sikur të doj Allahu, ai do të hakmerej ndaj tyre, por ai dëshiron t'ju sprovoj njërin me tjetrin. E ata që ranë dëshmor në rrugën e Allahut, atyre kurse si nuk ua humb veprat, por ua shton. Ata do t'i udhëzoj dhe do të përmirësoj gjendjen e tyre. Dhe do t'i shtje në xhenetin, të cilin ua ka bërë të njohur atyre. O besimtar, nëse ju ndihmoni fen Allahun, ai ju ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja. 47:2-7. Kurse ata që e gjetën rrugën e drejtë, ai atyre u shton edhe më udhëzimin në rrugën e drejtë dhe u ofron mundësi të jenë edhe më të matur. 47:17. O ju besimtar, respektojeni Allahun dhe respektojeni të dërguarin, e mos i çoni kot veprat tuaja. 47:33. Pra, mos u dobësoni e të kërkoni pajtim, armëpushim, kur ju jeni nga dhënjues dhe Allahu është me ju dhe nuk ua pakson veprat tuaja. 47:35. O besimtar, mos bëni asgjë para se të orientoheni në udhëzimet e Zotit dhe të dërguarit të tij, kini kujdes Allahun, se me të vërtet Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. O ju që keni besuar, mos ngreni zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit dhe mos ju ngërmoni atij si i ngërmoheni njëri tjetrit, e të zhduken veprat tuaja duke mos ditur ju. Ata që ulin zërat e tyre pranë të dërguarit të Allahut, Allahu zemrat e tyre i ka përshtatur për devotshmëri, ata kanë falje mëkatesh dhe shpërblim të madh. Ata që të thërasin përtej mureve, shumica e tyre janë që nuk kuptojnë. E si kur ata të bënin durim derisa të kishe dalë ti vetë, do të ishte më edukative për ta, po Allahu është mëkatfalës, mëshirues. O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë. 49:1-6. E dijeni se në mesin tuaj e keni të dërguarin e Allahut.
Si kur ai t'ju dëgjonte juve në shumë çështje, ju do të pësonit vuajtje, por Allahu juve ua bëri të dashur besimin dhe ua zbukuroi atë në zemrat tuaja, ndërsa mosbesimin, shfrenimin dhe kundërshtimin ua bëri që t'i urreni. Të tillë janë ata që gjetën rrugën e drejtë. Kjo është dhuratë dhe begati prej Allahut, e Allahu është i dijshëm dhe i urtë. Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet vete, ju pajtoni ata, e në qoftë se ndonjëri prej tyre e sulmon tjetrin, atëherë luftojeni atë grup që vërsulet me pa të drejtë, derisa t'i bindet udhëzimit të Allahut, e nëse kthehet, atëherë me drejtësi bëni pajtimin ndërmjet tyre, mbani drejtësinë, se vërtet Allahu i do të drejtit. S'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frikë Allahun, që të jeni të mëshiruar nga Zoti. 49, 7, 10. O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, me që të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë e tjera. Sepse mund të ndodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke e nënçmuar njëri tjetrin dhe mos etiketoni njëri tjetrin me llagape. Pas besimit është keq të përhapet llagapi i keq. E ata që nuk pendohen, janë mizor. O ju njerëz, vërtet ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëm popuje fise që të njiheni ndërmjet vete, e s'ka dyshim se te Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur, këqijet. E Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë. O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, me që disa dyshime janë mëkat dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur? Atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi i Allahut, e Allahu është mëshirues, ai pranon shumë pendimin. 49, 11, 13. Beduinët thanë, ne kemi besuar. Thuaj, ju nuk keni besuar ende, por thuani, ne jemi dorëzuar, e ende nuk po u hyn besimi në zemrat tuaja. E nëse e respektoni Allahun dhe të dërguarin e tij, ai nuk ju pakson asgjë nga veprat tuaja, se Allahu është shumë mëkatfalës, shumë mëshirues. Besimtar janë vetëm ata që i besuan Allahut, të dërguarit e tij, e mandej nuk dyshuan dhe për hir të Allahut luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Të tillë janë ata të vërtetit. Thuaj, a ju ja bëni me dije Allahut fen tuaj duke thënë, ne besuam, kur Allahu është ai që e di çka në qiell dhe çka në tokë dhe Allahu është i dijshëm për çdo sen. Ata të shprehin ty mirënjohje, ta përmendin që u bën musliman. Thuaj, pranimin tuaj të fesë islame mos ma njihni, mos ma përmendni mua, por nëse jeni të sinqert, Allahu juve ju bëri mirë, kur ju udhëzoi për besim. 49, 14, 17. Ndërsa besimtarve të ruajtur xheneti u afrohet krejt afër. Kjo është ajo që u premtoi për secilin që pendohet dhe që e ruan besën e dhënë. Për secilin që i është frikësuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer te ai me zemër të sinqertë.
U thuhet, hyni në të shpëtuar, se kjo është dita e përjetshme. Ata aty kanë çka të dëshirojnë, e te ne ka edhe më shumë. 50, 31, 35. Të devotshmit janë në kopshte e burime. Të kënaqur se kanë shtënë në dorë atë që u dha Zoti i tyre, ata edhe më parë në dunja ishin mirëbërës. Ata qenë të cilët pak flinin natën. Dhe në syfyr ka mbarimi i natës, ata kërkonin falje për mëkate. Dhe në pasurinë e tyre kishin përcaktuar të drejtë për lypsin dhe për të ngratin, që ka nevojë por nuk lyp. Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit. Po edhe në veten tuaj. A nuk jeni ka heshini? E në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që ju premtohet. Pasha Zotin e qiellit e të tokës, kjo është një e vërtet, ashtu siç është e vërtet se ju flisni. 51, 15, 23. Ata të devotshmit janë në kopshte e në begati. Të kënaqur me atë që ua dha Zoti i tyre dhe që i ruajti Zoti i tyre nga vuajtja e xhehenemit. U thuhet, me të mirë hani e pini për atë që vepruat mirë. Ata janë të mbështetur në koltuk të renditur dhe ne u shoqëruam atyre hyri sy më dha. E ata që vetë besuan, e edhe pasardhësit e tyre ishin me besim, ne atyre do t'ua shoqërojmë pasardhësit e tyre dhe asgjë nuk u paksojmë nga veprat e tyre, prindërve. Secili njeri është peng i asaj që ka punuar. Ne atyre u ashtojmë të mirat me pemë e me mish që ata e dëshirojnë. Aty njëri tjetrit ja zgjasin gotën, aty nuk ka fjalë të kota e as mëkat. Në mesin e tyre qarkullojnë shërbëtorët si të ishin margaritar të ruajtur. Dhe njëri tjetrit i qasen duke u pyetur për punët e tyre në dunja. 52, 17, 25. Këta thonë, ne edhe kur ishim në familjet tona, ishim ata që friksoheshim. E Allahu na dhuroi të mira dhe na ruajti prej dënimit të erës, flakës, së nxehtë të zjarrit. Ne më parë ishim ndër ata që e lutëm atë, e ai është bamirës, mëshirues. 52, 26, 28. Është e vërtet se të devotshmit do të jenë në xhenete e në lumejnë. Në një vend të kënaqshëm, të sunduesi i plotfuqishëm të Allahu. 54, 54, 55. Për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dy xhenete. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Xhenete, plot degë me gjethe e pemë. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Në ata të dy, prej të gjitha pemëve ka nga dy lloje. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Të mbështetur në koltuk që i kanë mbulesat e kadifes dhe pemët e atyre dy xheneteve janë krejt afër. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty janë ato që përqendrojnë shikimet e tyre vetëm në burrat e vet, e që nuk i ka prekur kush para tyre, as njerëz, as gjin. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
55, 46, 57. Ato janë si gjevahiri e diamanti të kuqëremta në të bardhë. Cilën të mirë nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni? A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër, post të së mirës? Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Nën ato 2 xhenete janë edhe 2 xhenete. Po cilën të mirë nga të Zotit tuaj po e mohoni? Nga gjelbërimi i shumë duken të mbyllura në të zi. Cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni? Aty janë 2 burime që gjithnjë gurgullojnë. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty në ata të 2 ka hurma dhe shej. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty janë ato gra të ndershme e të bukura. 55, 58, 70. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ato janë hyri që e kufizojnë ndejen vetëm në shtëpinë tënde. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu as gjini. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty rrinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar. 55, 71, 78. Ata të djathtit, kush janë ata të djathtit se? Po të majtit, kush janë ata të majtit? Ndërsa të përparmit janë të dalluar, janë në ballë. Ata pra janë më të afruarit të Zotit. 56, 8, 11. Janë në xhenetet e begatshme. Ata janë shumë prej popujve të hershmëve. Janë pak prej të mëvonshmëve. Janë në shtretër të qëndisur me arë, të mbështetur në to përballë njëri tjetrit. Atyre u shërbejnë djelmosha të gjithmonshëm, me gastare, me ibrig dhe me gota të mbushura plot prej burimi, prej së cilës pije vere, as nuk u dhem koka, as nuk dehen. Edhe pemë si pas dëshirës së tyre. Edhe mish shpezësh, cilin ta duan. Dhe gratë e tyre janë hyri sy më dha, si të ishin ingji të ruajtura. Shpërblim për atë që ata punuan. 56, 12, 24. Aty nuk dëgjojnë fjalë të këqija as që janë mëkat gënjeshtër. Vetëm thënie, selam pas selami. Për sa u përket atyre të djathtëve, çka është gjendja e të djathtëve? Janë në ndrun të pemëve pa thera, pa gjemba, të bananeve me fruta pal-pal, nën hije të përhershme, pran ujit rjedhës, edhe ndër pemë shumë llojesh, që as nuk ndërprehen, as nuk janë të ndaluara, edhe shtretër të lartë ose gra të larta. Ne i kemi krijuar ato në një krijim të ri, formë të re, dhe ato i kemi bërë virgjëresha, të dashuruara për burrat e vet të një moshe. 56, 25, 37.
Ato janë për ata të djathtët. Të djathtët janë shumë nga të parët të hershmi. Janë shumë nga më të vonshmi. 56, 38, 20. Përkujto ditën kur ishe besimtarët dhe besimtarët që drita e tyre flakëron para tyre dhe në të djathtë të tyre. U thuhet, myshte e juaj sot janë xhenetet nën të cilat rrjedhin lumenj, aty do të jeni për gjithmonë. E ajo është fitore e madhe. 57, 12. A nuk është koha që zemrat e atyre që besuan të zbuten me këshillat e Allahut dhe me atë të vërtetën që zbriti me Kur'an e të mos bëhen si ata, të cilëve u është dhënë libri më parë e zgjati koha dhe zemrat e tyre u shtangën e shumë prej tyre janë jashtë rrugës. 57, 16. Ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij, ata janë të sinqertit dhe dëshmorët tek Zoti i tyre, ata kanë shpërblimin e vet dhe dritën e vet, ndërsa ata që e mohuan dhe përgënjeshtruan faktet tona, ata janë banues të xhehenemit. 57, 19. O ju që keni besuar, kur bisedoni mes vete fshehurazi, mos bisedoni për çka është mëkat, armiqësi dhe kundërshtim ndaj pejgamberit, por bisedoni për punë të ndershme e të matura dhe kini frikën Allahut, te i cili do të tuboheni. Bisedën e fshehtë e nxit vetëm djalli për t'i shqetësuar ata që besuan, ndonse ajo nuk mund t'i dëmtojë ata fare pa dëshirën e Allahut. Andaj vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. O ju që besuat, kur t'ju thuhet, zgjerohuni, bëni vend, në vend ndeje, zgjerohuni, se Allahu bën zgjerim për ju, e kur t'ju thuhet, ngrihuni. Atëherë ju ngrihuni, Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Allahu është i njohur mirë me atë që punoni. 58, 9, 11. O ju që keni besuar, kur dëshironi të bisedoni me të dërguarin, jepni një sadak para bisedës suaj. Kjo është më mirë për ju dhe më pastër, e nëse nuk keni çka të jepni, Allahu është mëkatfalës, mëshirues. A u frikësuat varfërisë të jepni lëmosh në prag të bisedës suaj? E kur ju nuk e bëtë dhe Allahu ju fali, atëherë pra falni namazin, jepni zeqatin, respektojeni Allahun dhe të dërguarin e tij, Allahu është i njohur me punën tuaj. 58, 12, 13. Nuk gjem popull që e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, e ta doj atë që e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe sikur të jenë ata, kundërshtarët, prindërit e tyre, ose fëmijët e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre. Ata janë që në zemrat e tyre, ai ka skalitur besimin dhe e ka forcuar me shpirt nga ana e tij, dhe ata do t'i shpjerë në xhenete, në për të cilët rrjedhin lumenj. Aty janë për gjithmonë. Allahu ua ka pëlqyer punën e tyre dhe ata janë të kënaqur me shpërblimin e tij. Të tillët janë palë, grup, parti e Allahut. Ta dini pra se iftarët e Allahut janë ata të shpëtuarit. 58, 22. Ju nuk këputët asnjë nga hurmat e buta, fidanet, ose atë e keni lënë të ngritur në rrënjët e tyre,
vetëm se me lejen e Allahut e për t'i shtypur kundërshtarët. E atë pasuri që prej tyre Allahu ja ktheu të dërguarit të vet, ju për të nuk i keni ngar as kuajt, as dhe vet, por Allahu i bën mbizotërues të dërguarit e vet kundër kujt të doj, Allahu ka fuqi mbi çdo sen. Atë që Allahu nga banorët e vendeve jo besimtare ja dha pa luftë të dërguarit të vet, ajo i takon Allahut, të dërguarit të afërmve, jetimëve, të varfërve, kurbetçinjve. Kështu veprohet që ajo të mos ndahet ndërmjet pasanikëve tuaj. Çka t'ju jap pejgamberi, atë merrni, e çka t'ju ndaloj, përmbajnu dhe kini frikë Allahun, se Allahu është ndëshkues i ashpër. 59:5-7 Ajo pron u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe prej pasurisë së tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë prej Allahut dhe që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Të tillët janë ata të sinqertit. Edhe ata që përgatitën vendin, Medinen dhe besimin para tyre, i duan ata që shpërnguleshin tek ata dhe nuk ndjejnë në gjoksat e tyre ndonjë nevojë, përzilja tjetër, nga ajo që u jepej atyre, muhaxhirëve. Madje edhe sikur të kishin vetë nevojë për te, ata u jepnin përparësi atyre para vetvetes. Kush është i ruajtur prej lakmisë së vet, të tillët janë të shpëtuar. Edhe ata që kanë ardhur pas tyre e thonë, Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tanë që para nesh u pajisën me besim dhe mos lejo në zemrat tona far urrëtie ndaj atyre që besuan. Zoti ynë ti je i butë, mëshirues. 59:8-10 O ju që besuat, kini parasysh frikën ndaj Allahut dhe le të shikoj njeriu se çka ka bërë për nesër, dhe kini frikë Allahun, e s'ka dyshim se Allahu është që e di në detaje atë që punoni. E mos u bëni si ata që e harruan Allahun, e Allahu bëri që ata ta harrojnë vetveten. Të tillët janë ata të prishurit. Nuk janë të barabartë ata të xhenetit dhe ata të xhehenemit. Banuesit e xhenetit janë ata fatbardh që ja kanë arritur qëllimin. 59:18-20 O ju që besuat, nëse keni dalë prej vendlindjes për hir të luftës për rrugën time, duke kërkuar kënaqësinë time ndaj jush, mos e zini mik armikun tim dhe armikun tuaj, duke shprehur ndaj tyre dashuri. Kur dihet se ata mohuan të vërtetën që u erdhi juve. Ata e dëbojnë të dërguarin dhe ju, sepse i besoni Allahut, Zotit tuaj, e ju fshehurazi u ofroni miqësi, po unë më së miri e di atë që e keni fshehur dhe atë që e keni publikuar. Ai që punon ashtu nga pala juaj, ai e ka humbur rrugën e drejtë. Nëse ata ja dalin t'ju mundin, ata do të jenë armiq tuaj, do të zgjasin duart e veta dhe gjuhët e veta kundër jush, duke ju përbuzur, sepse ata dëshironin të mos besonin. Në ditën e Kiametit Allahu gjykon mes jush, e nuk do t'ju bëjnë dobi as të afërmit tuaj e as fëmijët tuaj. Allahu sheh atë që punoni. 60:1-3